të duash për hir të Zotit. Zoti e pyeti Musain: O Musa, çfarë veprash të mira ke vepruar për hatrin tim? Musa i përgjigjet: O Zot, jam falur, të kam përkujtuar shpesh, kam agjëruar dhe kam vepruar shumë gjëra të tjera. Zoti i tha: O Musa, për sa i takon namazit, do të jetë drita jote, sadakaja do të jetë argumenti yt. Po për mua, çfarë ke bërë, o Musa? Musai, paqja e Allahut qoftë mbi të, e pyeti: E çfarë mund të bëj vetëm për hatrin tënd, o Zot? Zoti ju përgjigj: A ke dashur ndonjë person vetëm për hatrin tim? Musai e kuptoi që shkalla më e lartë e të afruarit me Zotin është kur do dikë vetëm për hir të Zotit dhe për asgjë tjetër. Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.